menduar duke treguar këtë vit e përsinë e kinemas austriake. Regjizori dhe aktori më i mirë i këtij edicioni janë përfaqësues të kësaj shkolle kinematografike. Ndërkaq që aktori mirënjohur 58 vjeçari Mel Gibson sërish është në qendër të shtypit roz, kësaj radhe me një njoftim të zëdhënësit të tij sipas të cilit Gibson pret të bëhet baba për herë të 8. Të ndjekim rubrikën e përgatitur nga kolegja Mirela Milori. Palme d'Or est attribuée au ruban blanc de Michael Haneke. Kinemaja austriake shënoi triumf të festivalin e 62 të Kanës. Regjizori austriak Michael Haneke fitoi Palmën e Artë me filmin Fjongo e Bardhë, ndërsa bashkëkombësi i tij Christoph Waltz fitoi çmimin si aktori më i mirë me rolin e tij në filmin Inglourious Basterds. Regjizori Haneke është shprehur gjatë marrjes së çmimit se kjo trofej dedikohet gruas së tij. Ndërsa aktori i cilësuar si aktori më i mirë i festivalit Christoph Waltz thotë se ky çmim vinte mbas një eksperiencë thuajse 30 vjeçare që ai ka në fushën e aktrimit. Charlotte Gainsbourg fitoi Palmën e Artë me rolin e saj në filmin Antikrishti. All you feel is a pleasant warmth and happiness. Imagine you're at Eden. Imagine you arrive at Eden through the woods. Ky film është diskutuar gjatë nga kritika dhe shikuesit, por vetë aktoria thotë se ndjem shumë krenare që kanë punuar me një regjisor si Lars von Trier, e admiroj punën e tij dhe gjithçka që ai ka bërë në këtë film. Juria e festivalit të Kanës kryesoi nga aktoria franceze Isabelle Huppert. Vetëm 6 javë pasi firmosi dokumentat e divorcit, nga burime pranë aktorit Mel Gibson vjen lajmi se ai pret të bëhet baba për herë të 8. Gibson dhe dashura e tij 39 vjeçare Oksana Grigorieva do të sjellin në jetë një fëmijë. 53 vjeçari Gibson ka 7 fëmijë nga martesa e tij e parë prej 28 vitesh me ish gruan e tij Robin. Someone I want to see. Sherlock Holmes. Këto ditë është njoftuar se së shpejti do të dalë filmi Sherlock Holmes i regjisorit Guy Ritchie. Në këtë film interpretojnë aktorët Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams e të tjerë. Regjizori britanik Ritchie ka risjellë në ekran personazhin e njohur të disa prej novelave të shkrimtarit Sir Arthur Conan Doyle e pikërisht agentin sekret të Londrës së shekullit të 19, Sherlock Holmes. Aktoria Rachel McAdams interpreton Irene Adler, gruaja e vetme e cila arriti të qëndronte pranë njeriut mistik dhe të sofistikuar Sherlock Holmes. Filmi Sherlock Holmes do të dalë në kinema në 10 orë të këtij viti. It does make a considerable difference to me having someone with me on whom I can thoroughly rely. Wasn't it?